Në qendrën për kulturë në Tetov është hapur ekspozita e nxënësve të shkollës së mesme tekstile e titulluar Rrojnë dhe Krenari. Kjo ekspozitë është përgatitur nga nxënësit e kësaj shkolle dhe kryesisht janë punime në tekstil me motive patriotike. Lidhur me rëndësinë e kësaj ekspozite, foli profesori Ylber Dauti. Ekspozita është një manifestim artistik që synon të rikthejë në vëmendje historinë, traditat dhe kulturën që na ka ruajtur të parët ta. Kujtojmë fuqinë e bashkimit, kurajon dhe përpjekjen shekullore për liri dhe dinjitetësi, duke na dhënë formën që kemi sot lirinë dhe krenari. I pranishëm në këtë ekspozit ishte edhe kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, i cili tha se pret në të ardhmen që kjo shkollë të jetë elitare, ndërsa premtoi se objekti i ri i shkollës do të përfundojë në kohë. Aktiviteti në vazhdimsi i shkollës profesionale të mesme të Tetovës është një shembull konkret se me angazhim, përkushtim dhe punë permanente mund të transformohet rrënjësisht një shkollë e cila është njohur si shkolla e tekstiles dhe e cila nuk ka pasur ndonjë reputacion kushedi çfarë në Tetovë dhe tani më po ndërton një imazh të ri, një identitet të ri, jo vetëm në Tetovë, jo vetëm në Maqeverin e Veriut, por në rrafshin mbar kombëtar. Prandaj më lejoni që të përgëzoj gjithë stafin me në krye drejtorin e shkollës mesme profesionale, të cilët po bëjnë këtë transformim të këtij institucioni të ri të rëndësishëm të mesëm arsimor të komunës së Tetovës. Dhe këtu edhe një herë të potencojmë që në këtë drejtim shkon edhe angazhimi jon në drejtim të krijimit të kushteve sa më të mira të kësaj shkolle të rëndësishme profesionale në Tetov, me intensitetin më të lartë po realizohen në punimet ndërtimore në objektin i cili besojmë që përfundimisht edhe me këtë trend që ka kjo shkollë për të bërë një model modern dhe i suksesshëm për arsimin e mesëm profesional. Hapjen solemne të ekspozitës e bëri drejtori i shkollës Muzafer Livoreka. Ai falenderoi komunën që po bën gjithçka që kjo shkollë tekstile të ketë objekt të ri dhe modern. Aktivitetin e parë që kemi pat me 7 mars 2023 kur kom ardhur unë drejtor, patëm një aktivitet në kështu, edhe do të citoj bukfalisht çfarë tha kryetari. Po, është e vërtet se të pamundurën e bëjnë të mundur nxënësit të shkollës mesme tekstile. Tash tjetra pse them me kryetarin? Thon po, është e vërtet që kryetari do të na bëjë një shkollë të re, pra sa kryetar kanë parakalu, por kryetari vendosi që të na bëjnë një shkollë të re, që thotë të pamundurën që kemi menduar një kohë gjatë që nuk do të bëhet, dhe kryetari tha, do të thonë realizon, pra të pamundurën e bën të mundur. Ekspozita e sotme ishte në kuadër të manifestimeve që mbahen për nder të festave të nëntorit.